Nuk na duhet. E mas kësaj, pra. Një mbrëmje e mbushur me emocion dhe art u përjetua në sallën e shfaqjeve Lazgush Poradeci në Pogradec, ku ngjit në skenë monodrama Andra e Nën Terezës, Njerëzoria hynore. Nuk pyes asnjëri, keni fakte? Fakte shëmpjetër. Një homazh artistik për figurën e madhe të Nën Terezës, interpretimi i aktores Justina Alia dhe regjia e Gëzim Kame, sollën për publiku një rrëfim të ndjerë mbi humanizmin, dashurinë dhe përkushtimin që simbolizon kjo figurë e jashtëzakonshme. Nën Tereza të luhet nga një aktore dhe përfaqësoj atë filozofitë të madhe që ka ajo, ndihet një respekt i madh i spektatorit për këtë lloj figure. Përmes interpretimit dhe muzikës, shfaqja solli në skenë jo vetëm jetën e Nën Terezës, por edhe filozofinë e saj të thellë për dashurinë ndaj njerëzve dhe shërbimin ndaj më të dobtëve. Është e vështirë, është në të njëjtën kohë roli më i madh për mua edhe ndërimi më i madh që mundet me ketë. Më thahet goja, po nuk e jap veten, kështu mundohem të ligjëroj sikur nuk kam asgjë, po unë jam në një tension të jashtëzakonshëm. Shfaqja u mirëprit nga publiku pogradecar dhe ambasadori i ndijës në Tiranë, duke sjellë një mbrëmje reflektimi dhe emocionesh.